diçka për sektorin privat. Është plotësisht e padrejtë, është padrejtësi totale, me marrë një vendim, i cili ka qenë zotim elektoral, dhe me një pull, me i quhet 80.000 njerëz që në zyrtar publik të Kosovës, 65 milion, me cilët kanë mujtë më ndërtu 2 stadione, me cilët kanë mujtë më bo shumë punë, e mos me pas as në kujdes vetëm për punëtorët në sektorin privat. Sot Kosovën e majnë 2 burime thelbësore si shtet. Taksat të cilat vinë prej njerëzve që janë në punë në sektorin privat dhe të hyrat që vinë prej doganave dhe të hyrave tjera eksakte që hynë buxhetin e Kosovës. Jam ka ngres këtë temë rregullisht në mënyrë që ta ngriz vedijen e qeverisë dhe të merr veprime konkrete, urgjente me ndihmu punëtorët që janë në sektorin privat dhe ta kuptojnë se ekonomia e Kosovës kur nuk ka qenë ma në rrezik, pikë pari për elementin që ju po doni ta trajtoni me një ligj tjetër me punën e marrëve. Ata punojnë me marrë minimale, kushtet janë bukur të vështira, ndërsa privilegjet, dora e shtetit është askund. Dora e shtetit dhe e kësaj qeverie sot është në ato pozicionet më të lehta ku mund diçka të ndodh tek sektori publik. Dora e shtetit nuk është tek punëtorja sot që është në supermarket, tek ndërtuesit, tek ata që janë sot në ndërtimtari, tek njerëz të ndryshëm të cilët mendzi po e lidhin muaj me muaj. Një veprim emergjent